Mirëdita të gjithëve dhe mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Në çështjen gjyqësore të Pjetër Shaljes, këtë pasdite filloi seanca apelit dhe pritet të vazhdojë mëngjesin e nesërm. Pjetër Shalja u shpall fajtor nga trupi gjykues për krimet e luftës të ndalimit arbitrar dhe të vrasjes së paleshme me 16 korrik 2024 dhe u dënua me 18 vjet burgim, duke llogaritur kohën e kaluar në para burgim. Ai ka apeluar aktgjykimin dhe dënimin, si dhe urdhrin që miraton zhdëmtimin e 8 viktimave pjesëmarrëse në këtë çështje gjyqësore. Gjatë seancës së apelit të zotërisë Shaljes sot dhe nesër, mbrojtja pritet të paraqesë gjyqtarëve të panelit të arsyet të kundërshton vendimin e gjyqtarëve të trupit gjykues. Gjithashtu, prokuroria dhe mbrojtja e viktimave kanë mundësi të paraqesin parashtrime me gojë. Dhomat e specializuara të Kosovës mbështesin të drejtat për gjykim të drejtë të garantuara sipas Kushtetutës së Kosovës dhe të drejtës ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit. Në qoftë se një i pandehur nuk pajtohet me vendimin e gjykatës, ai mund të apelojë atë. Një panel krejt i ri me gjyqtarë të tjerë të dhomave të specializuara rishqyrton çështjen në mënyrë të pavarur. Paneli i gjykatës së apelit mund të lërë në fuqi, prapsoj ose ndryshoj aktgjykimin e trupit gjykues. Të pandehurit në dhomat e specializuara deri më tani kanë përdorur rregullisht këtë të drejtë. Ky sistem i fuqishëm i kontrolleve dhe balanceve garanton realizimin e drejtë dhe të panshëm të drejtësisë. Në gjykimin e Hashim Thaçit, Veselit Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit, me 13 maj, trupi gjykues vendosi mbi një kërkesë të prokurorisë të pranonte si prova një grup dokumentesh të zonës operative të Tugaxhinit. Trupi gjykues refuzoi disa nga dokumentet e propozuara dhe pranoi disa të tjera, duke zbatuar standardin ligjor të përcaktuar në rregulloren e DSK-s, sipas të cilit gjyqtarët duhet i pranojnë provat në qoftë se kanë lidhje me lëndën, janë autentike dhe në qoftë se vlera provuese e tyre nuk zhbëhet prej efektit dëmtues të tyre. Rikujtim, prokuroria në këtë çështje përfundoi thirrjen e dëshmitarëve në paraqitjen e provave të veta në prill të vitit 2025 dhe pas kësaj ekipet e mbrojtjes njoftuan trupin gjykues për synimin e tyre për të paraqitur mocione për rrezimin e disa ose të gjitha akuzave në akt akuzë. Kryetarja e dhomave të specializuara të Kosovës, Ekaterina Trendafilova, vizitoi Kosovën këtë javë në kuadër të aktiviteteve të programit për komunikim dhe ndërgjegjësim dhe u takua me palët e interesuara për punën e DSK-s. Gjatë vizitës së saj 3 ditore, ai u takua me studentë të drejtësisë me të cilët diskutoi kornizën ligjore të DSK-s, mandatin dhe funksionimin e tyre. Ai gjithashtu vizitoi qendrën e dokumentimit të Fondit për të drejtën komunitare Kosovë. Në përputhje me angazhimin e DSK-s për transparencë, kryetarja e DSK-s kishte planifikuar dhe një konferencë për shtyp me gazetarët për t'u përgjigjur pyetjeve të tyre, por ajo nuk u zhvillua për shkak të protestave të veteranëve të luftës dhe të tjerëve që përdorën bomba tymuese. Ngjarja është anuluar me qëllim të sigurisë publike dhe mbi bazën e këshillave të policisë së Kosovës. DSK-ja mbetet e angazhuar për informimin në mënyrë transparente të publikut dhe gazetarëve në Kosovë në lidhje me ecurinë e proceseve gjyqësore në Hagë. Kjo ishte e gjitha nga unë. Nëse keni ndonjë pyetje, jam më së gatshme të përgjigjem në to.